E përmendëm më herët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë ka thonë, apo në lidhje me vlerën e saj ka thonë, innaha ta'dilu thuluth al-Quran. Me të vërtetë ajo ka vlerë sa 1/3 e Kur'anit famlart. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përderisa ishte me një mezhlis, ja përmendën një njeri i cili shumë e donte këtë sure dhe njihej me ato se non stop e lexonte këtë sure. Prej besimtarve, pra, ishte njeri i mirë, po bënte diçka që nuk ishte zakont tek të tjerët. Pra, sa herë që e dëgjoni në namazet me zoa, e lexonte surën Kul huvallahu ahad. Shumë shpesh, madje mund të thuar se çdo herë vetëm me këtë sure falej. Dhe sa herë që e dëgjoni, pra, pas një kohë gjatë ju erdhi pak interesant çështja e tij, andaj e ngritën çështjen e tij tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ta shohin se ç'është puna e tij. Pasi që e pyetën atë, dha ju përgjigj se shumë e donte atë sure. Kjo ishte pra sepse innaha sifatur rahman, sepse ajo i tregon cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë kur i treguan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë rast, tha akhbiruhu anna Allaha yuhibbu. Tha edhe ju lajmërojeni atë njeri se më të vërtetë Allahu e don atë. Pra e arriti këtë gradë të lartë vetëm për shkak se e donte këtë sure dhe shumë shpesh pra e lexonte atë. Një rast i ngjajshëm është me një njeri tjetër, i cili kur dilte imam pra prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, çdo herë lexonte me këtë sure. Dhe ata që ishin me të pra bashkëuthtarët e tij, se zakonisht kur shkonin në udhtim, dikush dilte imam, tjerët faleshin, pasi s'kishin xhami aty ngat që të shkojnë të falen aty. Mirë, po ata që ishin me të sikur jazum për të madhe këtij njeriu, sepse non stop falej vetëm me këtë sure. Ai në fund ju tha, shikoni, unë e tha nuk fale me sure tjetër. Ju nëse doni që unë dal imam, kështu. Nëse jo, do me thonë zgjidhni dikon tjetër imam, sepse unë kështu falem, thjesht. Atëherë, thonë shko pyet e pejgamberin alayhis salam për këtë çështje. Shkoj te pejgamberi alayhis salam dhe i tha ja Rasulullah, kështu o meselja, do me thonë ja sqaroi këtë muhabetin e mëparshëm, dhe pyeti ç'është puna, do të thonë, a ka diçka të keqe te kjo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha hubbuka iyyaha adkhalaka al-janna. Para mendoni, jo që e qërtoi, po e përgëzoi me xhenet. Dhe tha, me të vërtetë dashuria jote për këtë sure ka fut në xhenet. Do të thonë, dashuria që e ke ndaj surës Ikhlas është bërë sebeb që të shkosh në xhenetin e Allahut, duke qenë gjallë, pra e përgëzoi me xhenet. E barazoi faktikisht me 10 të përgëzuarit me xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse shpesh e lexonte këtë sure dhe kjo padyshim se e tregon vlerën e madhe të surës Ikhlas. Po ashtu pejgamberi alayhis salam lidhje me këtë sure e ka përmend një veçori apo një shpërblim të veçantë përveç kësaj, domethënë e cila vlen për gjithë njerëzit. Dhe padyshim se edhe kjo tjetra vlen për njerëzit e tjerë, mirë po këtë shpërblim që është përgëzimi me xhenet nuk mund ta di njeriu përveç se gjatë jetës pejgamberit alayhis salam, sepse me vdekjen e tij shpallja pra ndalet. Thot pejgamberi alayhis salam në një hadith tjetër, men qara kul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat, kush e lexon surën kul huwallahu ahad derisa ta përfundoj 10 herë, ben Allahu lehu kasran fil janna. Allahu do t'i ndërtoj një pallat në xhenet. Dhe është interesant fjala që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast. Në gjuhën arabe shtëpisë i thon bejt, nuk i thojnë kasër. Kasër i thojnë pallatit mbretëror. Më thon, po thot pejgamberi alayhis salam, kush e lexon surën Ikhlas apo kul huwallahu ahad 10 herë, më thon 10 herë, ati do t'i ndërtohet jo një shtëpi, po një pallat në xhenet. Shumica e njerëzve, sidomos në këtë kohë, nuk kanë
shancat që të jetojnë në ndonjë pallat në këtë botë shkurt dhe plot me telashe e probleme, madje edhe sikur të punonin gjithë jetën për të arritur një gjë të tillë, në këtë botë si zor që do të jetojnë në pallat, shumica e njerëzve. Ndërsa në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, i cili është i përjetshëm, i cili nuk përfundon asnjëherë, dhe kënaqësia e të cilit është e përjetshme, në atë vend Allahu subhanahu wa taala ndoshta për 5 minuta që do të me një mund shumë të vogël të robit, i cili do ta lexojë 10 herë vetëm surën Ikhlas, Allahu ja garanton një pallat në xhenet. Allahu subhanahu wa taala ja garanton një pallat në xhenet. Në një hadith tjetër të saktë po ashtu, dhe gjitha hadithet që i kemi përmend mundohemi domethënë që të jenë ose hasan ose sahih. Pra nuk përmendim hadithet dobta dhe nuk i përmendim transmetimet të çdo njëra me qëllim që të jetë pra dersi më i rrjedhshëm dhe më i shkurtër. Në një hadith tjetër të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra'aha faqal ghufira lahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke kaluar ndëgjoi një njerëz se lexonte surën Ikhlas dhe ju tha atyre që ishin me të prezent, ju tha ghufira lahu. Me të vërtet dëshmoni se këtij njeriu ju falen mëkatet, ju falen të gjitha mëkatet.